gjana që i ka bon interes të Kosovës zonja Osmani për këtë mandat? Shiko, e para, presidenti Osmani, nëse, domethënë, nga gjithë që e kom studiu, domethënë, personazhet politike, prej kohës moderne, domethënë, prej Ymer Prizrenit të Knenaj, unën edhe i kam lexu krejt memoret, kujtimet e krejt personazhe politike që kanë shku nga bota shqiptare. Asnjë, pa prejashtem, domethënë, prej kujtimeve të Ismail Qemal Vlorës, se Surja Bej Vlorës, se Qem Bej Vlorës, se Mustafa Krujës, se Gjafer Deves, se Mreç Mitrovicës, se ti në Dom Dosndikajt, Sefi Vllamasit, Adzef Plumbit, Azem Vlasit, Muhamet Mustafës, Kaqushe Hesharit, s'pëm kujto, Hasan Prishtinës, krejt këto, Khaireddin Cakranit, Kadrit Cakranit, unë nuk kam po asnjë personalitet me ego më të madhe se sa Vjosa Osmani. Ma egoiste nuk kam po. Çka ka bo ajo në favor të Kosovës? Përveç një pamje të bukur, dukje, prezenton një femën, më thonë një grua, se është një përparsi, po më dojë. Edhe kështu se edhe ka, derisa njerëzit të shohin, dëgjojnë, të shohin budallakun, edhe gjithmonë një femën ka përparsi përballë një mashkullit të tjerë. Pra, ju konsideroni që asgjë për këto 5 vite nuk ka bërë diçka të madhe në... Diçka... Ka sjell në dy njohje propo. Si ka sjell ajo? Nuk ka pas pak direkt. Ka lorë gjatë mandatit të Vjosës. Ta ka sjell Erdogan. Njohja nga ona e Sirisë është merite e presidentit Erdogan, se për dikuj për i vendorve është merite Po që ka pas relacion shumë të afërt me administratën e presidentit Erdogan. Edhe disa vizite i ka pas të pasishë. Edhe, ndodhe rastisht ato. Kjo është, do më thonë, njohja për i kësojnë. Ta ka sjell njohjen e Izraelit, konferenca. Për ashtu. Nëse, po, nëse ashtu... Shte pa krahasueshme, në bashku që s'ka po. Po, do më thonë, thjesht... Siguru njohje për Serbisa? Qysh? Kiprit njohje për Serbisë, është kruciale, është ma në interes. Si konsiderojnë të rolin e po bashkërojnë që tash, unë që kanë suksesit politik. Po më leni me përfundu tani. Sa përfundon profesori. Po më leni me prit në rend tani, jep një argumentet sëlli. Se tash ma hupe ku... Po shumë ta tregoj profesori. Po, më dhënë nuk, ajo, për shambull, ku dalimi, shiko, sidomos kur flet anglisht në bukur, ti mund është me qitë budallakun në shesh shumë ma kollajt se sa kur e flet shatrapatra. Se kur e flet anglisht në shatrapatra, njerëzit mendojnë që gjuha për i pengane nuk morën vesh bashmire edhe nuk del budallakun në sheshat. Kjo shpesher, dhe më thonë, ato sidomos në intervistat me gazetarët njohur, e ka qitë budallakun e vetë në shesh. Ndryshe kur ka me folë veç 2 fjalë, si je mirë asin, ne i këndej me majtë një fjalim të shkurt të rektohe, në regull për shambull. Krasën e për shambull, veç fjalimin e sajnë në West Point Academy. Nuk ka pas gjë të keq që kur gjë, dhe më thonë, po ka qenë një fjalim i thjesht pa në një do me thonit madhe. Si përfaqësore. Po, si përfaqësore, keq që s'ka pas kur gjë. S'ka kallëzu në e budallak, po thjesht ka qenë një fjalim rutinor i thjesht me krahasu për shembull me fjalimin e Gjafer Deves, para të njëjtës audiencë që ka bëhe sa për bjen 70 vjetë ma përpare. Mas pari krahasimi është i padrejt. Pse është i padrejt? Se periuda kohore ndryshon, profesor, rrethana ndryshojnë. Po pikërisht ndryshon periuda kohore, ajo flet, dhe më thonë, se natë kur ka folë Gjafer Deva para, s'ka folë për pozitës të presidentit Kosovës, ka folë për një aktivisti politik në migrim. Edhe një krahasim të Edhe ajo ka thonë për shumë para West Point Academy,
për ngjarjet që sy ka shpjeguar këto komplote në Egjipt, ardhjen e Naserit në pushtet, dhe si e paralajmëron ai ato se çfarë komandon në Siri. Na kur e këshyrim tash nga perspektiva e sotit, më 70 vjetë, ne e shohim se krejt ato çfarë ai ju ka thonë aty amerikanëve, të ngjarje kanë ndodhur. Po, dhe se jena komod, di kena po që kanë ndodhur, ama në ato momente nuk e kanë ditë që kanë me ndodhur. Mirë po... Tash dikujt ju ka duke absurd fjalimi ti se ka ditë që... Nuk e ka përjetu, do me thonë, po e ka para po. Tash na që dim që ka ndodhur, na duket shumë komod, kjo dhe shumë njëri meqëm. Po, natyrisht që na duket, po tash e krahasojmë fjalimin e Vjosa Osmanit, për shembull. Po kjo i bën që 70 vjet për masket duket më adept, sakt. Shumë mirë. Do të thonë për rrethona të tjera. Analizojmë mas 70 vjetë. Vën se me progresu kjo duket më adept. Çka ka thonë ky? Na që tash për shohim që s'ka thonë kur gjë, domethënë se as si e ka thonë një... A njëri ka qenë më vizionar se kjo. Po,